Vazhdojnë përplasjet e partive politike për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 59 persona gjatë një zjarri në një klub nate. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kryeministri e ka kapur plotësisht sistemin e drejtësisë, prokurorinë dhe gjyqësorin. Sipas Partisë së Ahmetit, ai e dikton dinamikën e proceseve duke përcaktuar publikisht të dyshuarit dhe fajtorët që në fazën fillestare, madje dhe para se prokuroria të nisë hetimet. Ai në skenën publike demonstron një pushtet të paligjshëm politik për të kontrolluar procesin e shkarkimit dhe ndalimin e shkarkimit të prokurorit të përgjithshëm, duke mos kursyer as kërcënimet për linçim publik në rrugë. Hetimi për tragjedinë në Koçan është shembulli më grotesk i drejtësisë selektive që ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend. Ky proces është shndërruar në një karikaturë të një hetimi ligjor, ku të gjithë janë fajtor, përveç nëse janë nga VMRO DPMNE. Kjo situatë e rëndë kërkon aktivizimin e të gjitha mekanizmave për të parandaluar degradimin e plot të logjikës ligjore, e cila do të ketë pasoja të parikuperueshme për zhvillimin politik të shoqërisë dhe për harmonizimin e saj me parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian, thon nga BDI. Megjithatë, koalicioni vlerëson se BDI kërkon komisione për të fshehur të vërtetën, jo për ta zbuluar. BDI pas 22 vjetësh pushtet dhe shkatërimit të sistemit të drejtësisë, përpiqet të luajë rolin e viktimës, duke kërkuar hetim vetëm për tragjedinë në Koçan, por qytetarët nuk harrojnë. Kush e krijoi këtë sistem të kalbur, kush i mbronte kriminalët, kush i shndërroi gjykatat dhe prokurorin në zyra private të partisë. Vlen nuk do të lejojë që e vërteta të manipulohet. Kërkojmë komision hetimor për të gjitha tragjeditë e viteve të fundit, që nga Llaskarca, Spitali Modular, Besa Trans e deri tek Koçani. Nuk do të lejojmë që BDI të vendosë se cilat viktima meritojnë drejtësi dhe cilat duhet të harrohen. Mjaft më me manipulime. Qytetarët e dinë kush e krijoi këtë sistem të korruptuar dhe kush e ka mbuluar padrejtësinë për vite me radhë. Vlen do të vazhdojë të luftojë për drejtësi të vërtetë, jo për farsat politike të një partie që tashmë i përket të shkuarës, thon nga koalicioni Vlen. Në Koçan ka ndodhur një tragjedi e tmerrshme, e cila e ka tronditur mbar popullin dhe të gjithë duhet të marrin mësim se si të veprojnë në të ardhmen për të parandaluar tragjedi të tilla, tha kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. Filipçe ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të kërkojë që të thirret një takim i liderëve, në të cilin do të prezantojë planin se çfarë duhet bërë në periudhën e ardhshme për vendin dhe familjet nga Koçani.